Mirë se erdhët, do t'jemi sërish bashkë në këndin ton të gatimit. Është momenti që janë visat të mbërthehen mirë para ekranit të News 24 në mënyrë që të mësojnë ide të reja në tryezën e tyre. Mirëmëngjes, zonja Vjolca. Ua, të dyja me një gojë. Mirëmëngjes, ju përshëndesim të gjithë dhe sot do të sjellim një recetë ndryshe, ndoshta për bërësit janë po ato, po ne do ta sjellim në një formë tjetër. Do të sjellim mish pule, filet pule, të cilën unë e kam hapur dhe kam vënë vetëm për 3 minuta nga se cila anë, për arsye se do ta mbështillim me petë, dhe kur ta mbështillim me petë, sigurisht, nëse do të ishte fileta e nxehtë, nuk mund ta bëjmë ashtu direkt të papjekur, nëse fileta do të ishte e nxehtë, atëherë ai brumi do të na shpërbëj dhe do na prishesh kur ta mblidhnim, do krijonin probleme. Tani kemi këtu 150 gram, 200 gram këpurdhë, varet se si doni ju masën e mbushjes, hudrash këtu. Kemi 50 gram, 2-3 lugë djath pice, ndonjëri që nuk e preferon, nuk e dëshiron, mund të përgatitet edhe ashtu. Kemi 2 lugë gjelle majdanos të grirë, një të verdhë veze, të cilën do ta hollojmë me një lugë ujë, për të fiksuar pjesën e brumit, një pak peta, unë e kam vendosur në frigorifer në ambient të freskët, gjithmonë kam thënë që kur i nxjerrim nga akulli, mirë është që mos i nxjerrim direkt në ambient të ngrohtë, por t'i lëmë në një ambient të freskët në frigorifer dhe shkrirja bëhet graduale dhe e kemi më kollaj për ta përdorur. Kemi dhe krip dhe piper të zi, kaq. Këto janë për bërësit e recetës? Po, shumë falë, një lugë gjalp, jo vaj, duhet për të kaluar pak pjesën e pulës. Tani mbushjen ndaç me vaj altis, ndaç me gjalp, po unë këtu ku kam gjalpin e shkrirë që kam kaurdisur pulën, do të vazhdoj dhe me kërpudhat. Kërpudhat mund t'jenë të freskëta, mund t'jenë dhe të konservuara. Nëse janë të freskëta, do t'i coptojmë në copëzat vogle, nëse janë të konservuara, do t'i kalojmë një qik në thash vaj ose gjallë, dhe më pas si t'i largojmë që këtej, këtu do t'hedhim vetëm majdanozin, kripën dhe piperin e zi, në bas si t'i largojmë, do t'hedhim djathin e picës. Mirë është që dhe kjo mos jetë shumë e përvëlluar gjatë kohës që do t'punojmë. Tani këtu kam dhe një tenxhere tjetër. Do të bëj përpara punën për të përgatitur recetën e dytë. Receta e dytë, po, është një vakt më vete. Një vakt më vete me perime për të gjithë ata që duhen të ushqejnë shëndetshëm. Për arsye se pjesë përbërëse e kësaj vërtet do të jetë sallat, unë me që kam pjesën e brumit, nuk po e shoqëroj këtu sot, po kjo recetë mund të shoqërohet shumë mirë me brusketa, të lyera me pak djathë dhije, e ngjeshim djathin e vis, i vendosim në furrë sa të shkri djathit me pak trumës. Trumëzat shumë e mirë se na mban në gjendje shumë të mirë trurin, na forcon memorien, është një vërtet ne përdorim si aromë, por luan një rol shumë të rëndësishëm për shëndetin tonë. Tani, të gjitha këto perime, siç e shikoni, unë i kam prerë, i kam rregulluar, qepa duhet e kuqe edhe në fije. Vetëm kjo hudra më duhet e grimcuar, këtu vetëm një sekundë. E bëj unë. Këtu tani këto kërpudha duhet që të skuqen mirë, apo thjesht të mbuten, të largojnë atë pjesën të e të kripur? Gati gjysmë të gatshme, e grim hudrën shumimët, jemi ke receta e dytë, por që ta vëm përpara një qik, se... Të kursim po. Është e gjithë filozofia. E hedhim këtë nxjerja. Këtu do të hedhim vetëm një lugë vaj altis. Ndërkohë, këtu i heq pak dhe i lëtë më ftohen, duke bërë gati majdanozin. Te vajin altis të nxjerjat e vajun? Hidhe. Gjithmonë gjethet, mbasi kërceli nuk është shumë i këndshëm, jo më shumë, nuk duhet ta teprojmë, dhe me gjethet e majdanozit, ja. Kaq mjafton. E heqim dhe këtë pjesën tjetër. Në rregull.
I largojmë këto tani. Këtu është peceta. I rregullojmë me pak krip. Këto kanë vetë kripa, kështu që do t'jeni shumë të kujdesshëm. Po. Dhe pavarësisht se do t'i shpërlajmë mirë, sërish kanë ato janë të konservuara. Pak piper të zi, e kemi mbushur të freskët, se na ishte mbaruar, dhe djathin e picës. E lëm këtu. Më janë. Tani nuk shkrim, të lutem, më merr pak petën në frigorifer. Po. Tani fillon pjesa kryesore e recetës. Po. E recetës, gjokë spule i mbushur dhe i mbështjell me petë. Përbërësit ishin në sasi shumë të pakta. Shumë pak përbërës janë një pako peta, 500 gram filet opule, 150 gram kërkudha, 50 gram djath pice, 2 lugë gjelle majdanos, 2 lugë gjelle gjalp, 1 verdh veze, kripi perizi. Këto ishi përbërësit e recetës së parë, dhe cilën zonja Vjollca do ta nis ta aplikoj, ta praktikoj se si do të mbushet tashmë peta. Po, nëse ne do të kishim një... Pecë foliat është kjo, apo jo? Po, pecë foliat. Nëse do të kisha një hapësirë më të madhe, do ta vendosja në një fileto më të madhe, sigurisht do filloja ta punoja brumin, do ta hapja, më ndihmojnë çik. Ja. E vendosim direkt në letër, që mos kemi problem më vonë me ngjitjen e saj. Gjithë sekreti që ne të punojmë pa probleme është ajo pjesa e shkrirjes nga dalë. Unë do ta bëjmë në këtë tavë. Ja. Atëherë do ta vendos kështu. Shumë mirë. Tani thash, fileton e pulës e kam kaluar jo në një skuqje shumë të madhe, por në një skuqje të lehtë. Edhe mund të coptohet, nuk përbën asnjë problem. E fillojmë kështu. I marr dhe këto copat e tjera. I rregulloj. Se interesant duket ja koshtika, se edhe kur të piqet do të prihet, besoj në role aty është lezeti, se shumë bukur ne mund të bënim një byrek me picë të grira në kubik dhe nuk ka fare problem dhe ashtu mund të bëni, por për t'i dhënë një pamje sa më të mirë tavolinës dhe servirjes, e kemi vendosur t'a bëjmë kështu. Tani marrim mbushjen. E vendosim gjithë si përfaqen të... Po. Mjaftu që të zgjidhin anvisat këto filetot e pulës pak të mëdhaja, në mënyrë që kur ti shtrojnë... Tani do të keni shumë kujdes në mbledhjen. E bëjmë mbledhjen një herë kështu, midis saj. Me fileton e vetë. Tani kapim petën, e vendosim në këtë formë dhe gjithmonë do të keni kujdes që bashkimi i petës duhet të qëndrojë poshtë. Ja. Mund t'ja vëm, mund mos t'ja vëm. Këtë petë, po, unë mendoj që mjaftueshëm është. Do të më sjellësh, Niki? Po. Shumë pak ujë, nuk e hedhim atë petën, se ja, mund të bëjmë diçka të vogël. E vëm këtu më në qendër. Uji përzihet me të verdhën e vezës. Po, me të verdhën e vezës. I trazojmë të dyja së bashku. Dhe kjo los një rol shumë të rëndësishëm dhe për ta shkëlqyer, por dhe për ta zbutur dhe për ta ngjitur. E largojmë këtë pjesën këtu, se ndoshta kur fryet ule pak petën këtu, Niki? Po, që të bëhet ngjitja dhe lyerja. Po. Mirë. Edhe kur piqet, i jep një ngjyrë më të pranueshme. Po, do t'i vendosim edhe sipër. Edhe anash.
Zakonisht kur kemi gatuar me petë dhe kemi dashur që t'i ngjisim buzët e petës, edhe me ujë e kemi vepruar për ngjitje. Edhe me ujë ngjitet. Por kjo që ka po një rast tjetër, sepse do t'i japi dhe ngjyrën e duhur. Ja. E gjithë kjo bëhet vetëm për pjesën e servirjes, që kur ta servirim të kemi diçka më dekorative dhe më të këndshme. Në rregull. Tani është momenti që kjo të vendoset këtu. I bashkojmë fletët kështu dhe e vendosim në tavë. Ja. Shumë e thjeshtë ishte. Edhe pak kohë na mori, pak përbërës ishin. E shpojmë pak. Sepse vetë ajo peta fryet, apo jo? Po që mos na qahet e të na fryet këndshëm. Ja kemi këto shkopim që bëjmë dhe provën zakonisht. Pa, një petë fojat, pak fileto pule, kërpudha edhe djath pice. Këto ishin përbërësit. Dhe shumë e thjeshtë, Po. e lyem tani nga sipër. Po, ideja se nuk është në filozofi e madhe, mund t'i kishim prerë mishin në kubik, mund t'a kishit kombinuar me çfarë të dëshironi ju, për shembull nëse s'do ta kisha lyer me vezë. Kjo është më e thjeshtë fare nga gjitha mënyrat. Po, më e thjeshtë s'ka ku shkon. Nuk angazhohesh në prerje dhe në sjelljen e formave. Jemi në fund të kësaj Jo, desha të them vetëm këtë, Niki, që në moment që unë nuk e lyej, s'kam vezë, nuk e lyej, ndodh. Atëherë i vëm ca feta domate sipër. Sipër, okej. Rikthehemi shumë shpejt, ka një falënderim për të gjithë partnerët tanë, do të rikthehemi për të vazhduar dhe për të dhënë idenë e dytë. Jemi rikthyer zonja Vjollca, tashmë do t'ju prezantoj me idenë e dytë, me gatimin e dytë, sa ta vëm pak në vi sepse do realizojmë pjesën tjetër. Atëherë, të hedh vetëm qepën, se nuk dua që hudhra të më nxjehet. Në një tenxhere do të hedhim një hudhër e ulë temperaturën, hedhim një hudhër të grirë imët dhe një qep të kuqe të prerë në feta. Do të bëjmë një sallatë vërtet të zjerë perimet, por do të keni shumë kujdes duke respektuar kohën dhe minutazhin e tyre. Mos i lëm që t'i kthejmë, t'i bëjmë të buta gati si në pure, por t'i lëm nga pak. Qepa vetëm 1 minutë. Ka urdiset së bashku me hudhrën. Këtu do të vendos karotën një herësh, do të vendos lule lakrën. Mendova se do ishte supë, se nga që pash edhe lëndë perimesh, Jo, nuk është supë. Vërtet mund të quhet një vakt më vete, për arsye se unë kam vendosur në këtë recetë legume, siç janë qiqërat. Po, siç janë qiqërat, janë shumë të shëndetshme dhe janë, mund të them, nish për uljen e kolesterolit. Kemi thënë, nëse nuk kemi tension, nëse nuk kemi kolesterol të lartë, nuk kemi tension, atëherë zemra jonë do të funksionojë shumë mirë. Dhe kam thënë dhe përsëris, mjafton të kursejmë një kafe për të prurë në tryezat tona qiqërat. Janë shumë të shëndetshme. Atëherë, i ka urdisim përsëri sa të ngrohen, jo të zjejnë, sa të ngrohen, të jenë të dukshme, qepa që është shpërbër, këtu, ja, sa të ngrohen pak, tani, do t'i rregulloj me shumë fare pak krip, më vonë. Do të hedh këtu lëng koncentrat perimesh. Mjafton një bustin të shkrirë dhe do të kurseni kripën më pas, ose gjysmë bustine në 250 ml. Paka shumë dhe një recetë dietike kjo, nga ato që i sjell me rekomandim. Duhet jetë i ngrohtë, uji duhet jetë i ngrohtë në momentin që ne e hedhim tek perimet. Prandaj dhe perimet thash 1-2 minuta sa të ngrohen. Do t'i vendos kapakun dhe këto këtu do të zjejnë për 3 minuta. Ju e dini që karrota do të jetë përsëri al dente do 6 minuta. Atëherë 3 minuta lule lakra dhe karrotat. Kungulli për 2 minuta është gati e këto qiqrat janë gati. Kështu që unë mbas 3 minutave do jem shumë vigjilente, do për minutazhin, do të hedh kungullin dhe qiqrat. Qiqrat do të jenë të shpëlara, mirë, dhe të jenë tharë pak kur të hidhen këtu në ujë. Ose nëse ambisat i zjejnë dhe i përgatisin të aq më mirë. Janë të gatshme. Janë të gatshme. Atëherë, do t'i lë më pas 3 minuta dhe me njëherë do t'i kulloj. Pra, lëngu i perimeve, nuk kam hedhur ujë, kam hedhur përsëri lëng perimesh, unë mund t'a shfrytëzoj përsëri, e heq dhe vendos në frigorifer dhe nesër nëse unë gatuaj përsëri, kam
edhe pak fare nga përqindja e lëngut të këtyre perimeve që kam aty. Ka nevojë për dressing kjo sallata? Patjetër. E themi pastaj kemi vajin e ullirit Alpis, kemi hedhur këtu një lugë dhe 2-3 lugë do t'ja hedhim së bashku me gjysmë limoni, me krip, shumë pak krip dhe piper të zi. Kaq, shumë pak. Këto recetat e sot me qenë kanë vërtet shumë pak dhe tavolina plotë, me një kosto shumë të leverdishme për të gjithë ata që po na ndjekin. Sigur të dyja të realizohen, janë një vakt i konsiderueshëm me pak shpenzim, me pak përbërës, shumë të thjeshta dhe sigurisht shumë të shishme. Mjafton 2 kunguj, 3 karota mesatare, 300 gram lule lakër, madje nga lule lakra që bleva më ka tepruar dhe pak, dhe një kuti qiqra. Qiqra të gatshme. Ne do të takojmë në pjesën e dytë për t'ju serviru dhe për të parë finalen e të dyja recetave, kështu që të shkëputemi, pas publicitetit do të ketë një hapësirë informative në News 24, do të jetë kolegja Ola Bruku, i cila do të përcjell zhvillimet e fundit deri në këtë çast, takojmë në pjesën e dytë. Mirë se erdhët në programin tonë, jemi në pjesën e dytë të këndit të gatimit. Në këto minuta sigurisht do t'ju servirim 2 recetat të cilat zonja Vjollca i ka gatuar, pothuajse janë drejt fundit që në pjesën e parë, nëse na keni ndjekur. Të shpjegojmë dhe një çfarë gatuam sot, se hapin ekranin na vjen thotë çfarë gatoi zonja Vjollca, se nuk e arritëm, po bëni pazarin për shembull. Shumë të drejtë. Atëherë kemi bërë filet opule të mbushur dhe të mbështjellë me petë. Një petë sfoliat ishte mjaftueshme. Një petë sfoliat, 200 gram, 150 gram, si pas dëshirës tuaj kërpuda. Kemi 2 fileto pule, i hapim, i bëjmë si flet, dhe vetëm i kalojmë për 3 minuta nga se cila anë sa të zbardhen pak, dhe i lëmë të ftohen. Ftoja e tyre është kusht, për arsye se nuk mund t'i vendosim të nxehta në pjesën e brumit ose të petës, për arsye se lëshohet dhe na krijon probleme kur ta mbështjellim. Vendosim në qendër mbushjen, të cilën vetëm i kemi hedhur 2 lugë majdanos të grirë imët, krip, piper të zi dhe një dorë 50 gram djath pice. E bëjmë në formë roleje duke mbështjell me petën dhe me një të verdh veze dhe një lugë ujë e fiksojmë petën nga të gjitha anët. E lyejmë dhe sipër dhe kemi vendosur në furrë në temperaturën 180 gradë për 25 deri në 30 minuta. Është momenti që ne ta nxjerrim tani apo ta lëmë deri në fund? Mendoj që po, derisa ajo të zverdhet dhe të marrë një ngjyrë të verdhë. Ndërkohë kemi bërë dhe perimet të ngrohta, ndryshe nga herët e tjera, duke i zjerë në koncentrat perimesh, unë zgjedhja ime është koncentrat perimesh knor. Një qep të kuqe të prerë në shirita ose në feta, si për sallatë, një thelpi hudhër të grirë shumë imët, i kalojmë në një lugë vaj, si që nga bërë kjo peta, duhet të tregojmë anvisave se sa. Ta shohim, mos lavdërojmë për para kohë, mirë duket. Se sa mirë është pjekur dhe sa e shishme ka për të qënë. Ja, e lëmë të ftohet njerë, pas ta e nxjerrim ke drurin. Pra, hudhrën të grirë shumë imët në një lugë vaj. E ka urdisim së bashku me qepën për 1 minutë, sa të ngrohet. Hedhim fillimisht karotën, e dim që do më tepër për të zjerë, dhe lule lakrën. I lëm 3 minuta duke shtuar koncentratin e perimeve. Mbas 3 minutave do të shtojmë qiqrat që janë të gatshme dhe kungullin. I lëm dhe 3 deri në 4 minuta të tjera dhe me njëherë i kullojmë. Lëngu është në tenxhere, pra pak lëng është në tenxhere, mund të përdoret për në një gatim tjetër, dhe i kullojmë. Vazhdojnë të jenë të ngrohta. I hedhim tani në tasin ku do t'i servirim të gjitha. Prej t'i heqim edhe këto qepët me një lugë. Niki. Për arsye se është pjesë e recetës edhe qepa. Dhe i largojmë. I largojmë duke përgatitur tani një dressing me limon, një gjysmë kokër limon, pak krip, pak për arsye se edhe koncentrati ka një çik krip, piper të zi, dhe tani hedhim vaj. Me që se kemi një sasi të bollshme perimesh, duhet vaj ulliri goxha. Në sasin... Dhe mjafton 2-3 lëvizje dhe
salca që ne zakonisht është nga më të thjeshtat, por është më shishme në këtë formë se sa po ta hedhim limonin veç dhe vajin veç. Jo, është e vërtetë. Sepse ato ndahen nga njëra tjetra. Kurse kështu të bashkuara i japin dhe një shije dhe arrimat të çfarë dëshirojnë. Aq më tepër që duam të marrim shijen që kanë vetë perimet, pa e ngarkuar pjesën e salcës ose të dresingut. Pjesën e salcës dhe është gati. Kjo recet mund të konsumohet dhe si vakt më vete, për të gjithë ata që duan të jenë të kujdesshëm për shëndetin. Pra i kemi bërë perimet herë tjetër, perimet të zjera dhe në avull, po me qiqëra unë personalisht nuk i kam prurë ndonjëherë, është hera e parë. Në këtë mënyrë jo. Mjafton që të vendosim disa brusketa, e thash dhe më parë, me pak djathë dhije, në qik trumës, në furrë sa të shkri pak djathi dhe shoqërohet si një vakt më vete. Unë nuk e bëra këtë për arsye se me që kisha pjesën e petës. Tani do ta lëm dhe pak të ftohet petën. Ti lexoj edhe një herë përbërësit e sallatës për ta përmbyllur pjesën që na mbaroi, le të themi si hapësirë, sallata e ngrohtë me perime, kishte këto përbërës për t'u sjellë në kujtesë anvisave. 2 kunguj të njom, 300 gram lule lakër, 3 karrota, 1 qepe kuqe, 1 thelpi hudhër, 250 gram qiqra, 150 ml lëng perimesh, 1 limon, 2 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper i zi. Kjo ishte receta, kjo ishte e servirura. Tani të presim të ftohet, futim një material që na flet shumë mirë se si mund të kurohemi në tryezë. Po. Është pyetja si mund të kurohemi në tryezë. Tryeza çfarë duhet të përmbaj? Përgjigjen na jep materiali i përgatitur nga Elda Lame. Ti kushtosh rëndësi të veçantë të ushqimit që sjellim në tryezat tona nuk është e rëndësishme vetëm për të qëndruar në formë dhe të evitojmë kilet e tepërta, por edhe për të lejuar metabolizmin ton të funksionojë në mënyrë sa më efikase të jetë mundur, duke ndihmuar kështu sistemin ton imunitar të refuzojë sulmet e jashtme. Një regjim i rregullt ushqimor, i pasur me ato ushqime kyçe që mund të parandalojnë shqetësime dhe sëmundje, mund të na mbajë larg nga dollapi i ilaçeve. Ashtu si që ekspertët argumentojnë për të jetuar më gjatë, zbuloni se çfarë nuk duhet të mungojë në shtëpinë tuaj. Kosi. Një studim i kohëve të fundit në Europë ka treguar se adoleshentët të cilët konsumojnë 1 filxhan gotë kos në ditë kanë më pak gjasa për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare. Kjo, pasi substancat dhe aminoacidet që gjenden në nënproduktet e qumshit, ndihmojnë për të kontrolluar peshën e trupit, duke parandaluar mbi peshën dhe rritjen e presionit të gjakut dhe kolesterolit. Qumshi dhe derivatet e tij për shkak të përqendrimit të lartë të kalciumit ndihmojnë gjithashtu në forcimin e indeve të kockave, duke parandaluar fillimin e osteoporozës në një moshë të mëvonshme. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, bakteriet e gjalla të acidit laktik prezent në kos, sidomos kos pa shumë yndyrë, ndihmojnë në rregullimin apo stabilizimin e florës bakteriale prezente në zorr. Thënia një moll në ditë mban mjekun larg nuk është rastësi. Ky frut aromatik dhe mjaft i shijshëm, i cili është mirë të konsumohet kryesisht në vjeshtë dhe dimër, stinë të cilën arrin pjekurinë e duhur, është një zgjidhje e vërtetë në parandalimin dhe zbutjen e simptomave të sëmundjes të sistemit tretës. Fal përmbajtjes antiinflamatore, ky frut ndihmon në luftimin e kolitit. Këshillojmë që molla të hahet e paqëruar pasi lëkura është shumë e pasur me polifenol dhe antioksidant. Çaji i zi. Përveç përmbajtjes diuretike dhe pastruese, çaji i zi përmban flavonoid, një substancë fuqishme antioksidante, e cili ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të zemrës dhe goditjeve në tru. Konsumimi i 3 gotave në ditë çaj të zi apo të gjelbër ndihmon gjithashtu në mbajtje në kontroll të triglicerideve, të gjakut dhe kolesterolit, duke parandaluar edhe fillimin e diabetit. Brokoli, lule lakër, këto perime ndihmojnë të mbajnë një sistem të shëndetshëm kardiovaskular dhe ndihmojnë në reduktimin e rrezikut për kancer, fal një substance prezente që gjendet tek brokoli dhe lule lakra që gjithashtu ndihmon në parandalimin e fillimit të sëmundjeve kronike, duke përfshirë dhe obezitetin si dhe sëmundjet e zemrës.
Peshku. Nëse konsumi i avor i mishit të kuq duhet të reduktohet në favor më shumë të përdorimit të peshkut është diçka e ditur, jo vetëm për arsye dietike, por edhe për të rritur sistemin imunitar të trupit. Peshku është i pasur me yndyrna omega-3, të cilat ulin rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, por është një bekim veçanërisht për trurin, duke parandaluar apo vonuar fillimin e problemeve të sëmundjeve mendore si Alzheimer. Drithra integrale. Disa studime të kohëve të fundit kanë treguar se drithra si tërshëra, thekra, elbi dhe orizi integral, përveç se janë ushqime shumë të asimilueshme nga organizmi ynë dhe përjedhoj më të treqme, kontribuojnë për reduktimin me 30% rrezikut të sëmundjeve të zemrës dhe disa tipe tumorësh. Forca e këtyre drithrave qëndron në mungesën e rafinimit, procesi me cilin prodhohet mielli klasik i bardhë i pasur me nisështe dhe gluken dhe vlera ushqyese që ndodhen në embrion, por të eliminuara gjatë procesit të përpunimit. Kurkuma. Kjo erëz me ngjyrë të verdhë, intensive, me aromë të fortë, aftësie e njohur dhe me emrin shafran indis, e përdorur gjerësisht në kuzhinën orientale, është e njohur për fuqinë e saj antioksidante, antitumorale dhe antiinflamatore. Përveç se ndihmon në ndalimin e shqetësimeve të bezdisshme, si diarea të vjellat, ajo shumë efikase edhe nga personat që bëjnë kimioterapi. Nëse përdoret rregullisht në menun ton, redukton rrezikun e kancerit të gjirit. Jemi rikthyer dhe në fakt me zonjën Vjollca, jemi në tratativa e sipër ose në diskutime e sipër se si edhe a mund ta presim kaq të nxehtë sa ç'është dhe prap guxove. E din avisat atë punë. Jam mësuar me mua. Ja. Ja pra, suksesi ky është. Niki po më thoshte dhe kishte shumë të drejtë. Si ta presësh të nxehtë, është pyetje që e bëjnë gjithë anvisat ose mos e prit të nxehtë, tha se kam mendimin, tha që mishi pulës, tha, duke u ftohur, merr formën e duhur dhe kishte shumë të drejtë. Niki ashtu është. Duke u ftohur, je më e sigurt kur e pret dhe nuk rrezikon që mund të prishet diçka. Por mu më duket sikur i zhgënjej anvisat nëse unë nuk e çoj deri në fund këtë. Mua më duket sikur ti guxon dhe guxon shumë në çdo recetë, edhe te ëmbëlsirat. Ja, pak si shumë e guximshme. Në transmetim live ta presësh dhe të bjerë komplet gjithë ajo, bie puna në. Po do më kuptojnë. Unë ato gjitha i kam i kisha, i dua shumë, dhe ato më duan shumë. Ty më pas emisionit, kjo është ideja e gjitha, se anvisat e di shumë mishe. Është vërtet smura. Kjo ishte peta e mbushur me mishpule, me kërpudha, me djathpice, pertëzi, shumë e bukur ka dalë, unë mezi pres të provoj, por duhet të ndërpresim këtu, kam baruar hapësira e dytë e gatimit, jemi me fap, si gjithmonë nuk na tradhton, jemi në tryezën e mbushur me perime, me këtë gatim interesant që solli zonja Vjollca, do ta provoj. Vazhdojmë. Mezi po presi pa pi. Unë do t'i thoj anvisave që këtë recetë dhe të gjitha recetat që gatuhen në këndin tonë të gatimit i keni në balkanue.com, informohuni aty, tani është momenti që ne të shkëputemi sigurisht, duke ju përshëndetur dhe duke u takuar në pjesë të tjera. Miru pafshim. Miru pafshim.